që Izraeli për 2 vjet e gjysmë me bombat më të sofistikuara të botës nuk e çarmatosin dot. Si ishte kjo? Këta do të çarmatosin Hamasin. Kush do të çarmatosin Hamasin? Sepse problemi që ka ngecur në Gaza. Si ishte kjo? Jo, duhet me qenë realist për gjëra. Jo, kam një pyetje këtu, zoti ambasador, do ta jap fjalën, po të respektuar se nga që ishte shumë i gjatë. Zoti ambasador, shqetësimi im, unë në mënyrë modeste them që i njoh marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë, kam nxjerrë edhe një libër për para 4 vitesh, historia e ambasadorit amerikan në Shqipëri, por nuk më rezulton që 2 vjet, gati 2 vjet, në korrik mbushëm, po themi për edhe 4 muaj të tjerë, 3-4-5 muaj të tjerë, 2 vjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa ambasador në Tiranë. Parë në këtë këndvështrim është handicap, është një, të themi, një boshlik i jashtëzakonshëm, sepse është mungesë vëmendje për një shtet tek i cili ti nuk dërgon ambasador. Pra parë në këtë këndvështrim, nuk ka. Koincidenca ka qenë super negative, që ka qenë fundi i presidencës Biden dhe shpesh edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sado që ne i shikojmë si ikonë e demokracisë, janë këto mistress lloqet e vogla, çim propozove ti, çim propozova unë, dhe për t'u kundërvënë presidentin David Koselanchik. Eksakt. Për t'u kundërvënë një grupi tjetër e godet në një gjë që s'ka lidhje fare me atë gjë, domethënë. Pra, në momentin që u anullua David Koselanchik dhe mbeti pastaj pa propozuar tjetër, mbeti ajo punë mbeti dhe në momentin kur u ndruan pushtetet, nuk ishte ardhja në fuqi e presidentit Trump nuk ishte një rotacion normal pushteti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ishte fundi një epoke dhe lindja e një epoke tjetër. Dhe në këtë këndvështrim e gjithë politika amerikane ka ndryshuar. Pra, ne besojmë dhe themi që po të na shikosh neve kur bëjmë politikë me rusët, serbët. Ai thotë as më duhet fare se çfarë bën rusët dhe çfarë bën serbët. Rrini urtë, shikoni punën tuaj, ata punën e tyre. Pra, nuk është më globalizmi që përcakton politikën e jashtme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që ti po ta kesh keq me rusët je mik me amerikanët. Ai nuk është më kjo gjë. Ka mbaruar. Nuk është më në mbështetje demokracisë. Unë jam demokrat, ti si demokrat. Nuk du me ditë fare je apo si demokrat. Nuk më intereson fare se çfarë pushteti ke ti. Për këtë administratë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, eksportimi i demokracisë është gjëja e fundit që i intereson. Sigurisht. Dhe në këtë konjunkturë ka ndodhur dhe mungesa. Unë kështu marrë fund pa interesin amerikan. Jo, përkundrazi unë ta quaj se të ngarkuar me punë kanë qenë 2 nga ikja e zonjës Kim në Tiranë. Dhe indiferenca e tyre është shumë shqetësuese, ne ishim mësuar, ka qenë për shembull Lela Mosi Suan, ka qenë ngarkuar me punë, po ishte shumë aktive, ishte lajm çdo ditë. Sa tani? Ajo na ka bërë jashtëzakonisht shumë dëm, përfshi dhe Europën dhe OSBE-n edhe Këshillin e Europës dhe Bashkimin Evropian, sepse kanë kultivuar tek shqiptarët ndjesinë që nuk bëjnë dot asnjë gjë vet pa ndihmën e tuajve. Ndjesi që ne e kemi pasur. Ne mund të bënim gjëra të çora. Ata e kanë përkundrazi, ne mund të bëjmë gjëra shumë mirë kur mos janë ata. Domethënë sepse është momenti kur ti merr përgjegjësi. Ambasadori besoni këtë? Po, patjetër. E besoj fort bile. Jam dakord me. E besoj fort bile dhe kjo fryma të polarizuar zoti ambasador. Jo, nuk kemi, jo. Po shikosh në bazë nuk janë polarizuar. Përveç liderëve që zihen si gjelat, baza poshtë nuk kanë. Ata fshatarët janë atje janë demokratë, janë socialistë, po kur vjen puna që gërmojnë tokën, po toka nuk është as socialiste as demokrate. Jo dhe aq. Okej, nuk insistoj që duhet mendojnë gjithë si mendoj unë. Kemi kaluar gjëra shumë. Unë mendoj që në momentin që populli shqiptar do jepet mundësia që të tregojë veten e vet si patriot dhe si atletar, do ta bëjë këtë me gjithë fuqinë e zemrës dhe shpirtit dhe ajo piknisja nga nisëm, unë është në vitet fundi viteve 90, fillimi viteve 2000, kur u ha perspektiva europiane e Shqipërisë dhe e rajonit në samitin e Selanikut në 2003, problemi i Bashkimit Evropian ishte nacionalizmi serb dhe shqiptar. Sepse vinte më njëherë mbas UÇK-s, mbas pavarësisë Kosovës, po ta shikojmë edhe më mbrapa deri diku nga vitet 2010, kishte një lëvizje kuqezie në Shqipëri që pretendonte edhe në 10-12%, 14% të votave. Dhe ishte i problem goxha i madh edhe për Berisha bëri deklaratë jo prevezë. Ishte goxha për Partinë Socialiste në 13-ën që mund të sepse shumicën e votave nga hante ajo lëvizja kuqezie ishin nga Majta. Nga Majta, shumë saktë. Dhe u bë çështë mundur që ata të shkatërroheshin dhe po duhet të them në vitin 2000, perspektiva evropiane e këtij rajoni ishte për të mposhtur nacionalizmin, sikurse ishte edhe në fillimet e Bashkimit Evropian, Gjermani, Francë. Bashkimi Evropian është krijesë, kreaturë kundër nacionaliste. Dhe ja ka dalë me shumë sukses që të na bëjnë neve që të jemi si shtatë kryeministë, që s'kemi nevojë as për komisioner dhe nuk kemi nevojë as për votë, domethënë, ne boll që të jemi diku. Të kujtohet në Itali në mbledhjen e dy qeverive. Pra ajo nuk ishte një rastësi, ishte kurorëzim i një mënyre të menduari për 20-30 vjet me radhë, të thonë që ty s'ka çfarë duhet ti je shqiptar, ti je qytetar i botës.
që duke qenë qytetari i botës ti edhe italian dhe grek dhe francez dhe ne pak a shumë këtu kemi arritur tash. Ne quajmë veten qytetarë të botës. Po kjo s'na çon asgjë kundi, sepse gjithë bota po shkon drejt nacionalizmit. Nacionalizmi ka qenë promotori, forca shtytse që ka shtyr shoqërinë përpara në 200-300 vitet e fundit. Ambasador Ralph Gjoni bëri një deklaratë, por edhe një propozim të jashtëzakonshëm, edhe të guximshëm, por me thënë drejt mua më pëlqeu. Ralfi është kështu, merr zjarr, merr flak, nuk mund ta quash për shembull Ralfin një djalë të urtë që rri atje te cepi dhe mund të vi gjyna. Po mua më pëlqeu propozimi i tij. E di çfarë tha? Pa ardhur ju? Tha, e di si rregullohet kjo, tha, në Hag, tha. Ne do të marrim ministrin, tha, të bashkohet Shqipëria me Kosovën. Besoj që ka shumë substancë në atë. Jeni dakord? Ka substancë, jo se jam dakord apo jam dakord. Duhet filluar, unë mendoj. Shiko, patjetër që jam dakord. Në esencë, patjetër, në esencë. Sa dakord jam unë, sa më bëhet qefi ta bëjmë këtë. Problemi është që të tilla gjëra duan kaq finesë në mënyrën se si i qasesh, që ti nisesh për të bërë mirë dhe bën keq. Pra, po sepse nuk mund të përmbysësh. Shiko, si ka qenë mënyra të menduarit në momentin kur masa e shqiptarëve që jetojnë në rajon përkrahu pavarësinë e Kosovës, sepse ishte i dilemë e madhe, duhet për kujt i hynte në puna i Lluit Flamuri që nuk në atë kohë, paktën se sot janë shtuar njerëzit që e nderojnë dhe respektojnë. Po në atë kohë asnjëri nuk e nderoi. Dhe Albin Kurti kështu thoshte. Po, eksakt. Por ama mbi zotëroi ideja që këto janë zhvillime historike, pra kalojnë nga një fazë në tjetrën. Fillimisht ne do i tregojmë botës që dim qeverisim. Dhe pastaj bashkimi vjen krejt natyrshëm, janë dy njësi që homogenizohen me njëra tjetrën, ose mund të qëndrojnë ashtu siç janë, sikurse janë këto flamandët dhe daçët, apo sikurse janë tirolasit dhe italianët dhe austriakët, që se cilin punë e vetë, nuk i prush punë asnjëriu, pa ma janë nacionalistë, janë daç, janë austriak, kështu, gjerman apo austriak. Një gjë e tillë ndodhet në momentin që dikush mendon që të fusi pyka, ti çaj, ti përçaj. Atëherë duhet. Atëherë fillon dhe në vend që të zgjidhësh problem, ti ke krijuar problem. Që do të thotë, ata që mendojnë se duhet krijojnë kombin kosovar, ata krijojnë problem, nuk zgjidhin problem. A kombi kosovar absolutisht jemi kundër. E tha. Po kjo është problemi, po jam dakord me atë. Kombi vetëm nuk është kombi shqiptar. Po mirë, nuk është se dëmtohem unë nga krijimi i kombit kosovar. Problemi është që krijon më shumë problem se sa zgjidh. Sigurisht. Sikurse tash pse të thashun me dyshim nëse bashkimi apo jo. Kur ke dy njësi të korruptuar dhe për njësi më të madhe të korruptuar, ti e shton korrupsionin, nuk e pakson. Se ne jemi njësi të korruptuar? Po, gjithë gazetat që thonë, gjithë udhëheqësit për njëri tjetrin që thonë. Gazetat s'ka më, po portalet. Magari portalet. Shiko, unë kam punuar goxha gjatë, të paktën mbi 40 vjet, dhe kur mundoheshim të riparonim apo mbronim apo të bënim kozmetik imazhit të Shqipërisë, na thoshin po më nuk është se po themi ne. Liderat tu e thon për njëri tjetrin. Mirë kjo, pastaj kjo edhe ajo 250 dëshmitar në Hag, 134 ishin shqiptar. Ne jemi 100 vetës. Ajo dëshmitarët e Hagës është pak më e komplikuar, sepse dëshmitarët e Hagës janë marrë në pyetje në rrethana krejt të dyshimta. Po janë marrë në Beograd. Eksakt. Pra, nuk është puna që ka qenë shqiptar, puna është që dëshmia e tij është marifetuar, situasisht bërë marifeti nga prokuroria, si ka dashur prokuroria, sepse nuk janë zbatuar rregullat e procedurës penale që zbatohen në pyetjen e dëshmitarëve. Sepse me demek nga frika se këta të fortët e Kosovës do i vrisnin ata dëshmitarët, pulja kot, domethënë. Edhe bukur fare kjo. Gjithmonë manipulimi niset nga një gjë, si puna